Lajmi i fundit nga Bundesliga, Bayern Munich vendos të ndahet me Brian Zaragoza. Bayern Munich ka vendosur të mos vazhdojë me Brian Zaragoza pas një sezoni në formë uazimit të Osasuna, ku ai luajti plot 28 ndeshje dhe shënoi 1 gol me 6 asistime. Klubi gjerman ka komunikuar ditën e sotme se lojtari nuk bën më pjesë në planet e tyre. Zaragoza nuk do të jetë pjesë e Bayern Munich dhe për Kupën e Botës për klube. Gjithsesi, lojtari spanjoll i cili u bashkua Bayern Munich për rreth 16 milion euro është zhgënjur nga ky vendim pasi shpresonte të paktën për një mundësi të dytë. Megjithatë, ai tashmë është në kërkim të një skuadre, një ekipi të ri, ndoshta në La Liga, sipas Sky Deutschland 3 klube spanjolle kanë shprehur interes për të. E para është Celta Vigo, pastaj kemi Real Betisin dhe Villarrealin. Për më shumë lajme më ndiqni, për ditëshmëritë nga futbolli ndiqni faqen tonë dhe qëndroni të informuar. Sa më shumë follow, sa më shumë share dhe sa më shumë komente. Dhe cili është mendimi juaj? Zaragoza meritonte një shans të dytë apo jo? Për ato që janë fansët të Bayern të Munich.